Korrupsioni shtetëror ka qenë pjesë e meshës të së dielës në Kishën Katolike të Shkodrës, ku kreu i famuljes Dom Vlash Palaj ka mbajtur një fjalim të fortë para besimtarëve. Gjatë meshës, Dom Vlash Palaj është shprehur se korrupsioni dhe babëzia po çon drejt burgut politikanët e korruptuar. Ai u shpreh se këto politikanë kanë abuzuar me pushtetin dhe besimin e qytetarëve, duke marrë njerëz në qafë. Me këtë situatë që është kriju në vendin tonë nuk banë gjatë tjetër vetëm tregojnë e më vjen keq për ta, sepse më duken shtresa më ignorante, më ult e popullit shqiptar, sepse ju jepet i fije pushtet njerëzit e kanë këtë bujari, po ma ta jep mundësinë, ushtrojët mirën, ja, si me mbledh vetëm për veti. Edhe nuk është problemi tek ajo që ka mbledhin, por problemi se nxjerrin e pa varfëninë e shpirtit të tyre, atë mizerën e brendshme, njerëz të cilët jetojnë vetëm thjesht me pas diçka, e shpërfitojnë natyrën e tyre disa të përfunduar në burg. Si më në burg ti? Të kena votu për me na bë mirë, se kena problem, bani mirë edhe vetit. Por mas abuzot deri në atë pikë, sa që me marrë në qafë. E me hek kashatën e gojë sidomos atij i cili lofton ashpër çdo ditë për me pas bukën e përditshme. Famuljetari i Kishës Katolike cilësoi korrupsionin si mëkat të rënd. Mëkati çon në vdekje. Prandaj mëkati i korrupsionit çon në burg. Çon në burg. Thot Krishti, herët avon çdo gjë do të dalin dritë. Kanë hetje për pushtet shkretit. Prandaj devijojnë. Ndonse nuk përmendi emra politikanësh, Dom Vlash Palaj lat kuptohet se mesha e tij i referoi aktualitetit politik në vend, ku së fundi është arrestuar kryebashkaku i Tiranës Erion Veliaj për korrupsion dhe pastrim parash.